Pak muaj më parë, fshati Murriz u përball me një nga ditët më të vështira të viteve të fundit. Përmbytja pas hapjes së portave të kaskadës së Devollit uloi tokat bujqësore, serat dhe pemët e fermerëve. Në pak orë gjithçka u duk sikur u fshi nga një film. Uji la pas dëme të mëdha dhe shkatroi prodhimet për të cilat banorët kishin punuar gjatë gjithë vitit. Përsapo uji u tërhoq, vetëm 3 ditë më pas, banorët e Murrizit nisën punën nga e para. Me duart e tyre pastruan tokat, rikthyen serat dhe nisën sërish mbjelljet. Sot në këtë fshat, gjurmët e përmbytjes janë ende të pranishme, por mbi to qëndron puna e njerëzve. Rreth 50 familje jetojnë në Murriz dhe për ta bujqësia është puna e përditshme. Në tokat e tyre ata kultivojnë perime, kujdesen për pemët dhe përpiqen të rikthejnë atë që humbën nga përmbytja. Kamera e televizionit Apollon ishte në fshatin Murriz gjatë kësaj vere. Shumë prej fermerëve preferuan të mos flisnin para kamerës, por jashtë saj shprehen mirënjohjen për ndërhyrjen e Bashkisë Lushnje dhe institucioneve të tjera pas përmbytjes. Dëmet janë verifikuar nga institucionet, ndërsa fermerët tashmë presin dëmshpërblimin për humbjet e shkaktuara. Murrizi sot tregon një tjetër histori, jo më atë të një fshati të mbuluar nga uji, por historinë e njerëzve që nuk u dorëzuan, sepse këto toka janë jetë, ndërsa puna dhe këmbgulja janë forca që i kanë ngritur sërish në këmbë.